Të nderuar teleshikues, mirësevgjej përpara ekranit të televizionit Omni 1. Në këtë segment do të kemi të ftuar zonjën Julinda Basha, kryetare e shoqatës shqiptare kulturore të Montrealit, e cila ka pranuar ftesën tonë për një intervistë televizive për të prezantuar veten e saj dhe aktivitetin e shoqatës të cilën e drejton. Për sa kohë është Julinda? Unë e drejtoj këtë shoqatë. Përshëndetje, faleminderit një herë për ftesën. Dhe do bëja një korrigjim të vogël, është Shoqata Kulturore Shqiptare Montreal. Dhe kjo shoqatë ekziston tashmë prej 10 vitesh, por unë jam aty që nga prilli i 2025-s. Shumë mirë. Në punë të mbarë, siç i njofta dhe teleshikuesit pak sekonda më parë, si fillim të deshëm një prezantim të shkurtër tuaj. Nga vini, me çfarë merreni, edhe cili është në përgjithësi rrugtimi juaj si emigrante këtu në Kanada. Atëherë, faleminderit për këtë pyetje i lirë dhe do jetë kënaqësi për mua, sigurisht që edhe njerëzit më njohin më mirë. Julinda Basha, e lindur Zaçaj në fakt, vi nga një fshati të Pelenës që quhet Buz, nga një familje me vlera shumë të mëdha dhe shumë të larta patriotike. Prindrit e mi kanë qenë intelektual dhe janë akoma. I mat ka qenë doktor në fshat dhe gjithë e njohin dhe mami im po ashtu ka qenë mësuese e ciklet të ulët që ka mësuar breza dhe breza me radhë. Si quhen prindit me emër, mbi emër? Përparim Zaçaj dhe Floresha Zaçaj. Dhe tani ato ndodhe edhe në Kanada. Kështu që janë dhe ata emigrantë në Kanada. I kemi arritur që t'i marrim këtu për fatin e mirë që t'i kemi pranë nesh. Jemi 5 motra dhe një vëlla dhe 2 motrat e mëdha ndodhen akoma në Shqipëri, kurse ne 2 motrat e vogla dhe vllai që është më i vogël nga ne, ndodhet po ashtu në Kanada, këtu në Montreal. Vetëm 2 motra kanë mbetur në Shqipëri. Pjesa tjetër e familjes gjitha ka lëvizur, është shpërndar. Kjo është një dramë shqiptare e cila nuk ka lënë familje pa prekur, apo jo? Është një dramë, do të thosha, por është edhe diçka që ju ka dhënë mundësinë ndoshta disa profesionistëve që të zhvillojnë edhe mundësinë edhe aftësinë e tyre profesionale dhe jashtë. Ne kemi filluar emigrimin shumë shpejt, në fakt, dhe unë kam ikur nga Shqipëria që në 2001-shin. Pas kësaj jam instaluar bashkë me bashkëshortin, me Astrid Bashën në Itali. Aty kanë lindur dhe 2 fëmijë tanë të mëdhenj dhe më mbrapa vendosëm që të emigrojmë në Kanada, ku këtu ishte instaluar motra ime më e madhe se unë dhe prej disa vitesh dhe fliste që në Kanada mundësit janë më të mëdha, sidomos për profesionistët, si puna ime dhe e bashkëshortit tim që ishim edhe në Shqipëri edhe në Itali. Ishim profesionist në shëndetësi, pra ishim infermier të 2 të specializuar në reanimacion, në shërbimet e urgjencës që quhet. Keni ardhur me frëngjishte të përvetësuar tashmë apo u desh ta mësonit në Kanada? Jo, frëngjishtja ka qenë 0 kur kemi ardhur. Edhe flisnim italisht, edhe fëmijët po ashtu. Kështu që u desh që ta fillonim edhe një herë gjuhën nga para, ose më saktë fillonim emigracionin dhe një herë nga e para. Siç them unë shpesh kam emigruar disa herë, një herë nga Buzi në Tiranë për të bërë universitetin në shkollën e lartë infermierisë. Pastaj emigracioni i dytë ka qenë nga Tirana në Itali, ku jam instaluar bashkë me bashkëshortin dhe kemi krijuar familje, pra 2 fëmijët e mëdhenj kanë lindur aty. Dhe në 2007 kemi emigruar në Kanada, ku në 2008 erdhi dhe fëmia i tretë dhe në gjithë këtë periudhë tranzirash ose emigrimesh jemi të kënaqur për rrugën që kemi bërë, sepse gjithmonë kemi filluar nga 0 dhe gjithmonë ja kemi arritur me aq sa kemi pasur mundësi dhe të stabilizohemi si me gjuhën, si me profesionet, si me edukimin e fëmijëve deri tani. Nga një emigrante por sa ardhur pa frëngjisht, me 0 njohuri në frëngjisht, në një emigrante tashmë qytetare kanadeze e cila drejton një shoqatë që ka bërë një emër të mirë në Kanada,
shoqatën kulturore shqiptare të Montrealit, por gjithmonë në fillimet tona ka qenë dikush që të shtrin dorën, që tek i cili mbështetesh. Kush ka qenë ky për familjen tuaj kur keni mbritur në Montreal? Sigurisht në 2007 kur kemi mbritur në Montreal ka qenë e vështirë, siç thash, fëmijët ishin të vegjël, zero niveli i gjuhës dhe motra ka qenë mbështetësia kryesore që na kanë ndihmuar, hapur dyert, shoqëruar në për të gjitha zyrat që duhet të regjistroheshim sepse ne vinim të pranuar për bërjen e ekuivalencës, sepse në fillim kur nuk dinte gjuhën nuk merresh vesh dot, kështu që je i detyruar të kesh dikë që të shoqëron, edhe unë kam pasur fatin të kem pas motrën dhe kunatin. Motra është Alma Nuro dhe kunati Ajet Nuro, që na kanë ndihmuar në hapat e parë të emigrimit, por edhe dëshira për t'u instaluar, për t'u integruar sa më shpejt dhe për të futur në punën e përditshme në zanatin tonë ishte shumë e madhe dhe kjo bëri që edhe unë ta mësoj gjuhën shumë shpejt, të bëj dhe ekuivalencën dhe në 2011 pasi u bën të gjitha këto veprime, domethënë fillova të punoj dhe si infermiere pranë Institutit të Kardiologjisë të Montrealit, që është një nga spitalet më të mira në Montreal dhe në Amerikën e Veriut për sëmundjet e zemrës. Po sot vazhdoni të ushtroni profesionin e infermierit të dy si ti dhe burri, apo keni ndruar karrierën? Im shoq bëri ca sakrifica më tepër dhe ai e bëri ekuivalencën këtu, mirë po nuk e vazhdoi më pas profesionin e vet, pasi fëmijët tanë ishin të vegjël dhe ishim të detyruar të punonim me turne, si puna e infermierisë është me turne, kështu që ai e bëri sakrificën që ta lej punën me turne dhe të vazhdoi në ndërtim, dhe kjo është një sakrificë e madhe. Dhe duhet ta falenderojmë pa mas, sepse si unë dhe fëmijët, domethënë ai e la profesionin për të adaptuar më shumë me familjen, sepse unë kisha filluar tashmë punë dhe punoja gjithmonë në darkë, kështu që ishte e vështirë për atë që të fillonte një punë tjetër. Unë gjithmonë e kam licencën si infermiere, mirë po e ushtroj këtë në nivelin e estetikës, dhe kam hapur një salon të timin, që është një salon bukurie, ku aty bëjmë shërbimet si të flokëve, si të mirëmbajtjes së trupit të lëkurës. Dhe unë e ushtroj zanatin pra si infermiere estetike në këtë salon, dhe po ashtu kam dhe një biznes në linjë që punojmë me partnerët dhe me shoqërinë time që janë këtu në Kanada dhe në Amerikë. Ndërkohë ju shikoj aktive edhe si organizatore festash, është vërtet? Jo, unë nuk jam organizatore festash, në fakt është im shoq me një partnerin e vet që është, domethënë Astrid Basha dhe Ana Hasa, që janë marrë me organizimet e festave dhe kanë një kompani të tyre. Unë kam ndihmuar tim shoq, si gjithmonë ne punojmë në familje, kështu që nuk i ndajmë se është puna e kujt, por nuk është domethënë detyra ime kryesore. E qartë. Tani më thej që e ke marrë drejtimin e shoqatës, ose jo e ke marrë, po je zgjedhur, besoj, apo jo, se ju duhet mbani zgjedhje atje, si kryetare e shoqatës në prill të këtij viti. Tani historia e shoqatës nuk fillon me ty, besoj. Sigurisht që jo. Me kë fillon? Shoqata tashmë ka 10 vjet që është krijuar dhe ka filluar që në 2015 dhe aty është mbledhur një grup shqiptarësh që janë të njohitur këtu nga shqiptarët e Montrealit dhe kanë pasur dëshirën që të mbajnë, ta organizojnë dhe ta mbajnë gjallë këtë frymën e patriotizmit dhe frymën e shqiptarizmit, të themi. Dhe kjo ka bërë që me vitet të bashkëpunojnë bashkët, pra në 2015 e krijuan si shoqat, që është shoqat pa qëllime fitimprurse, mirë po e vendosën në praktik një lloj abonimi me qëllim që njerëzit të abonohen, të antarësohen pra në shoqat, edhe nëpërmjet antarësimit të kemi projekte të tjera kulturore, artistike, apo dhe ndihma që mund të japim për qytetarët shqiptar që janë në Montreal dhe në rrethinat e saj.
Kryetarët në vite cilët kanë qenë? Mund t'i kujtojmë me emër me mbiemër? Kryetar në vite, në fillim ka qenë Anila Erindi, nuk e di nëse e njihni apo jo, Po, dhe jo, ka sigurisht. mbajtur prej disa vitesh, më pas kësaj dikush ka qenë edhe erdhi dhe pandemia, dhe ka qenë Jola Qandro. Pas asaj ka qenë Jola ka ndonjë u goxha sepse ka qenë koha e pandemisë dhe në atë kohë nuk ka pasur dhe aktivitete gati, kanë qenë zero si në çdo vend tjetër. Po, për fat Në 2023 u organizuan përsëri dhe u bën zgjedhjet e tjera dhe aty kemi zgjedhur Gleni Kasnecin. Gleni Kasneci ka qenë edhe deri në prill të 2025-s, mirë po ai u bë baba dhe angazhimet e tij familjare e bën që ta linte këtë si detyrë. Dhe pas asaj e mora unë këtë detyrë me qëllim që ta çojmë këtë frymën e patriotizmit më përpara dhe të mbajmë lidhur të mbledhur shqiptarët e Montrealit, se ajo është më kryesorja. Nëse do të bënim një strukturim të shqiptarëve të Montrealit nga pikpamja profesionale, me çfarë merren kryesisht shqiptarët e Montrealit? Shqiptarët e Montrealit nuk do të hyja në statistika më me sa di unë, sepse Po, ato duhet të kërkohen. Shumica e shqiptarëve që janë në moshën tonë, të themi, janë emigrantët e parë që kanë ardhur dhe një pjesë e mirë e tyre kanë dhënë dorëheqjen nga profesionet që kanë pasur dhe janë adaptuar pak a shumë, siç thash, për tim shoq, por ka edhe shumë njerëz të tjerë që nga mjek janë bërë guzhinier, apo nga mjek janë bërë fermier, apo kanë braktisur pak a shumë ëndrat e tyre. Mirë po, po të shikojmë në general, përgjithësi. në përgjithësi, shumica e shqiptarëve janë adaptuar aq mirë dhe kanë krijuar dhe kanë kompani të vetat, janë profesionistë. Mos të flasim këtu, si thash, për brezin e ri si puna e Glenit që folën pak më parë dhe fëmijët tanë që janë shumë të mirë në ekonomi, që janë të mirë në drejtësi dhe i kanë zënë gati të gjitha sferat dhe për këtë ne jemi krenarë sepse gjitha ajo sakrificë që kemi bërë për të gjatë emigracionit, po shpërblehet me ardhjen e brezit të ri që është edhe shumë goxha i implikuar në shoqat dhe kjo na ndihmon akoma më shumë sepse ndihemi mirë se kujt do t'ja lejmë këtë pasuri ose këtë gjë të bukur që kemi krijuar. Tani, Kështu që kjo në përgjithësi shumica e njerëzve janë profesionistë, po ka dhe shumë që kanë krijuar kompanitë e veta, punojnë për sidomos në ndërtim, shumica e burrave domethënë kanë në kompani ndërtimi, por kemi gjithashtu, siç thash, dhe kompani të tjera që janë në restoracione, që janë në ushqimore dhe këto është për të qenë krenar. po, tani pasqyrohet kjo strukturë shoqërore edhe në përbërje të bordit tuaj? Pra, po ti marrim një nga një antarët e bordit, janë, si thuash, njerëz të përmbushur? Sigurisht, dhe tani do themi që ne do kishim dëshirë që të kishte dhe më shumë pjesëmarrje dhe të kishte dhe më shumë të rinj akoma dhe më shumë profesionistë, por shumica e profesionistëve në fakt janë shumë të ngarkuar me punë, sepse siç dihet puna e shoqatës është punë edhe duhet të jesh pak i dedikuar, të duhet kohë, domethënë nuk është se bëhet thjesht duke qenë antar, po të duhet i dedikosh kohë, sidomos ata që janë sapo ardhur ose që sa kanë filluar punë ose sa kanë ndërruar ose i kanë fëmijët e vegjël, është më e vështirë për ata që të bëhen pjesë, që të pasqyrohen dëshirat dhe ëndrat e tyre tek shoqata. Unë e marr për shembull nga ana ime personale, po të ishte para disa vitesh, po nëse është para 6-7 vitesh, 10 vitesh, do mundesh të marrësh pjesë dhe të dedikosh kohën që i jap sot, nuk do mundesha sepse i punoj me kohë të plot, 3 fëmijë të vegjël, e sapo ardhur shumë probleme, domethënë nuk të del koha që të marrësh një dush për vete
të ende 5 minuta me qetësi dhe jo të japësh dhe kohë më tepër për këtë. Mirë po njerëzit që kanë mundësinë, si puna ime që tani fëmijët tashmë janë arritur dhe kam pak kohë më shumë të lirë, sepse e organizoj kohën time në bazë të rrethanave ku jam. Atëherë, sepse ma ka dhënë këtë liri biznesi privat, mirë po, jo të gjithë e kanë këtë fat, kështu që duhet t'i themi faleminderit të gjithëve ata që janë aty dhe që japin nga koha e vet për një qëllim të përbashkët, sidomos siç është edhe organizimet e festave, siç janë dhe organizimet e tjera, sepse ne nuk bëjmë vetëm festën e pavarësisë, por kemi organizuar gjithashtu dhe festën e Kosovës para disa vitesh, se tani shoqata e Kosovës këtu në Montreal dhe ato kanë marrë pak më shumë fuqi dhe janë më mirë dhe nga ana financiare dhe nga ana organizatore dhe i inkurajojmë dhe bashkë me shoqatën e Kosovës ne kemi bërë dhe shumë projekte të tjera, siç ka qenë edhe Panairi i Librit, siç bëjmë dhe piknikun çdo vit, mblidhemi të dyja shoqatët dhe bashkëpunojmë dhe është një bashkëpunim shumë i mirë me bordin e ri dhe Ilirianën që është në krye tani. Keni vënë piketa juve për veprimtaritë e vitit? Sa fillon viti, domethënë vendosni disa data të cilat do t'i përkujtoni ose festa ose organizimet e tjera që do të bani, apo shkoni me rrjedhën si të vinë gjërat? Zakonisht jeni planifikuar në këtë drejtim? Deri tani kanë qenë të planifikuara, të themi vetëm festa e flamurit dhe pikniku. Mirë po, këtë vit e kemi bërë kalendarin për gjithë vitin dhe kalendari është ndarë po ashtu dhe me ambasadën, se dhe ata na kërkojnë pak a shumë kalendar se kur ndodhin veprimtarit, me qëllim që dhe ata të jenë të pranishëm. Dhe kemi filluar të organizohemi më mirë. Si thash, shoqata ka 10 vjet, mirë po disa vite ishin vitet e pandemisë dhe ishte në qetësi. Këto 2 vitet e fundit kemi krijuar sitin e internetit, kemi krijuar planin financiar, shoqata është në një nivel shumë të mirë ekonomik, kemi krijuar gjithashtu dhe kemi hapur shkollën shqipe na Infrashri, që kemi diku tek rreth 20 nxënës çdo sezon dhe përveç asaj ka dhe këto 3 vitet e fundit, domethënë 2023, 2024 dhe 2025 kemi dhe një grup vallësh që quhet grupi Valle Albos dhe janë goca që janë pjesë e familjeve, të themi, që janë pjesë tek bordi dhe që janë pjesë edhe të shoqatës dhe i kontribuojnë edhe ato sadopak me përhapjen e kulturës dhe mbajtjen e kulturës shqiptare këtu, duke mësuar valli tradicionale, duke i organizuar ato dhe në përfestat e ndryshme dhe organizimet e ndryshme që bëjmë. Por ja si vjet gjatë verës, për shembull, ishin të ftuar edhe në një dasëm shqiptare që ndodhi këtu në Montreal dhe ishin të ftuara si grup dhe ishte shumë krenari për vajzat tona që janë aty dhe tani kemi filluar të fusim dhe disa djem, kështu që do jetë shumë interesante. Bëni një punë shumë të mirë, nëse përfshini, siç po thoni, domethënë fëmijët në veprimtaritë e shoqatës që nxisni klasat shqipe. Po çfarë janë ato gjërat më të mira që kemi ne për t'i dhënë fëmijëve, për t'i transmetuar nga pikpamja kulturore? Edhe nga pikpamja traditave. Sociale, unë do thosha, po nga pikpamja sociale unë do thosha vlerat familjare. Është një bazë ose një rrenjë shumë e thellë e popullit tonë dhe fëmijët tanë tani që po rriten, siç thash, e shohin këtë dhe e ndjejnë akoma më shumë dhe janë duke e shprehur dhe mua kjo më bën shumë krenare, sepse e kanë si thonë, e kanë thithur, e kanë të ngjitur në rrenjtë e tyre dhe ato. Përveç asaj, është kultura e ushqimit, themi. Ushqimet tona tradicionale janë shumë të mira dhe kjo është një gjë shumë e mirë që ne duhet t'ju mësojmë fëmijëve tanë dhe se si të përgatisin atë. Qartë. Fëmijët e mi të tre janë në gjendje të gatuajnë, edhe din të gatuajnë edhe pjata shqiptare, kështu që kjo është shumë inkurajuese dhe kur ikim me pushime, ato kërkojnë shpesh gjëra speciale që bëhen atje në Shqipëri, ose kur vjen mami kërkojnë edhe ndonjëherë që t'ju bëj
një rosnica me mishpule. Shumë bukur. Julinda, që popullsia e globit të riprodhojë vetveten, çdo çift duhet ketë nga pikpamja statistikore 2.1 fëmijë. Kuptohet. Ajo presja dhjetore ka kuptim statistikor. Ti ke 3, pra i ke, si thua, përmbushur detyrat ndaj njerëzimit. Globale. Globale. Globale të mira, sepse ka dhe globale kur injektohet frika ndaj rritjes së popullatës së globit e tjerë. Por neve po mbetemi ke gjërat e mira. Ndërkohë që je mama e 3 fëmijëve, duhet kujdesesh për ta, po duhet kujdesesh në përgjithësi për shtëpinë si ambis. Ti ke bërë dhe një karrierë si infermiere, ke edhe biznesin tënd, gjen kohë dhe për shoqatën. Çfarë ke ti më shumë se sa një grua tjetër shqiptare që ka mbetur me 1 fëmijë, ose mendon për të dytit, ose që ende domethënë çifte të reja që dëgjojmë kanë kapërcyer të 30-ta dhe ende nuk kanë fëmijë. Çfarë të dallon ty nga këto njerëz? E di që është pak e vështirë sepse po të vënë në pozita jo modestie, po duhet të flasësh pak për veten sepse është një shembull shumë i mirë. Kjo është një pyetje surprizë, po unë do thosha do flisja ndoshta pak edhe nga ana mjekësore. Unë punoj në shëndetësi dhe unë do dëshiroja që të gjitha gratë, me thënë, të kenë mundësinë të krijojnë një familje dhe minimumi të kenë të paktën 2 fëmijë. Jo vetëm nga ana sociale që është mirë, por është mirë dhe nga ana shëndetësore për një grua që të riprodhohet. E thua këtë, ku e bazon? E bazoj këtë në studimet e shumta dhe në shumicat e sëmundjeve që ndodhin te gratë, për shembull, që nuk kanë fëmijë ose që nuk kanë ushqyer domethënë që nuk kanë dhënë qumësh fëmijëve dhe ose që nuk kanë pasur lindje normale, nuk mund t'i them statistika tani sepse ka ndryshuar, siç thash, nuk e prisja këtë pyetje, sepse statistika ndryshojnë çdo vit, po shumica e grave që nuk kanë pasur mundësinë të lindin, rreziku për kancerin e mitrës dhe të gjoksit janë shumë më të mëdha se sa gratë që janë riprodhuar. Dhe kjo nuk do të thotë se ke 1 apo 2 apo 3, domethënë është një nga ose të themi është një pjesë fiziologjike e gruas që të lindi, sepse e ndihmon atë që të jetë edhe më e shëndetshme. Siç nëse do ishte një këshill që do t'ju jepja familjeve të reja, do t'ju thosha mos keni frikë të bëni fëmijë, sepse është pasuri dhe pastërti për trupin tuaj. I ke thënë të gjitha me këtë. Duke e thënë këtë, shpresoj dhe ju uroj, se ju them shpesh edhe atyre që njoh rreth meje, jepni jetë sa më shumë dhe sa më pastër, duke qenë një shembull, por duke e parë dhe fëmijën si një mundësi që i jepni jetë dikujt dhe jo si një pengesë ekonomike apo financiare apo prishje karriere, siç e dëgjoj shpesh në për kohët e fundit, që nuk duan të prishin karrierën, një është mjaft ose jo, ose do të thënë nga ana sociale dhe nga ana shëndetësore është shumë më mirë të kesh fëmijë dhe të kesh familje. A mendon se... Nuk e di, ndoshta... e the shumë mirë, nuk ka nevojë fare të justifikohesh, e the shumë qartë, shumë bukur, dhe meqense kjo është një temë që e kam shumë për zemër, sepse nëpërmjet ekranit duhet të përçojmë jo vetëm histori suksesi, por të përçojmë në radh parë vlerat kryesore të jetës, vlerat e shoqërisë, cilat janë kjo ngritja e një familje të shëndosh dhe të shëndetshme. Në kuptimin e shëndosh nga pikpamja e vlerave morale, por edhe shëndetshme nga pikpamja fizike. Dhe unë brenda kësaj teme do doja të qëndroja pak në lidhje me ndikimin që kanë
shkollat dhe kinematografia në frenimin e brezit të ri, sidomos të vajzat, për t'u martuar dhe për t'u bërë me fëmijë. Shef ti ndonjë lidhje këtu, për shembull mes kinematografisë dhe sistemit mësimor dhe hezitimit të femrave në Kanada për t'u martuar dhe për t'u bërë nana? Unë do të thosha në fakt nuk jam në gjendje që ta lidh me efektin sepse unë në qoftë se nuk kam lexuar studime nuk mund të them me saktësisht, por me sa shoh si nën ose si prind ose si profesional i shëndetit, ka shumë politika, jo vetëm në mediat sociale, por edhe në politikat e përgjithshme, duke filluar që nga shkolla. Ka shumë politika që e frenojnë rinin e sotme, të themi, që të riprodhohet me të njëjtin ritëm siç ka qenë dhe më përpara. Janë disa ide që më vinë në kokë, po nuk e di se është mundur që të shprehen të gjitha këtu, por do të thosha që të krijosh familje është fat dhe luma ai që i ka fatin që ta krijojë këtë familje dhe që ka gjetur si thon mundësitë e duhura për një familje, se që të krijohet një familje shëndosh duhet të ketë dy individ të shëndosh që mendojnë pak a shumë në të njëjtat sfera dhe që kërkojnë pak a shumë të njëjtat gjëra. Më ndodh shpesh me të rinjtë e sotëm që, siç thatë pak më parë, ose nuk duan të martohen, ose nuk duan të kenë fëmijë, po duan vetëm të kenë një bashkëjetesë dhe nga ana ime personale, kjo është thjesht personale, mund edhe mos të ashu, i gjej shumë egoist, sepse mendojnë vetëm për veten e tyre. Dhe kjo është një sëmundje e madhe shoqërore dhe nuk është vetëm për kulturën shqiptare, siç e thatë, po është për gjithë kulturën botërore, që kjo kulturë është, nuk e di në çfarë lloj kohe është afektuar ose është injektuar që ju është ngjitur këtij brezi, sepse unë i shoh që janë shumë egoistë dhe prandaj nuk duan të martohen, sepse nuk duan të prishin rehatin, sepse nuk duan të bëjnë sakrifica, siç folëm pak më parë, se ishte edhe një nga ato pyetjet që më bëre pak më parë që më duket se nga që doli kjo pyetje atje nuk ju përgjigja deri në fund, si bën që unë e gjej kohën dhe për shoqatën, është dëshira. Dëshira për të ndihmuar, dëshira për të dhënë, dëshira për të hapur rrugë të reja për ato brezat e rinj, dëshira për të mbajtur kulturën në një vend, të gjitha këto bëhen bashkë ndërthuren dhe njeriu e gjen kohën edhe kur nuk e ka. Shumë bukur. Lum goja, kam dhe një pyetje të fundit lidhur me veprimtarinë e radhës të shoqatës kulturore shqiptare të Montrealit. Më duket se e keni caktuar për datën 30 nëntor, apo jo? No, ne e kemi në datën 29. 29 nëntor, po, më fal. 29 nëntor, çfarë do të ndodhë 29 nëntor? Edhe unë jam mërzitur me juve se më kishit premtuar që do ishit aty. Po, ke të drejtë të mërzitesh, por pati një përplasje, një momentin e fundit u ndryshua data e di shumë mirë se e patën të njëjtin muhabet edhe me ambasadën javën që kaloi, sepse shoqata e Torontos në fakt që është dhe një nga shoqatat më të mëdha dhe ne i kuptojmë ato, e ka ndryshuar datën, e kishin në 28 dhe e çuan në 29, kështu që vjen në të njëjtën datë me ne. Mirë po ne nuk mund të ndryshojmë dot sepse organizimet, prenotimet, si të këngëtarit, si të sallave, si të organizimeve tashmë janë bërë. Kush është këngëtari? Kush është këngëtari që vjen? Si vjet kemi nderin të kemi të pranishëm Eduard Dema dhe me një DJ të shoqëruar nga një DJ që ndodhet në Toronto dhe një klarinetist që ndodhet po në Toronto. Ne si shoqat thash si vjet kemi dhe 10 vjetorin e shoqatës dhe kam dëshirë me këtë video dhe të ftoj dhe të gjithë ata
shqiptar që ndodhen në Montreal dhe në rrethina të vinë të bashkohen me ne për një ditë të veçantë, sepse do kënaqen dhe siç ju nuk jam shpesh, se kemi ankesa shpesh ndonjëherë shqiptarë, qytetarët na kërkojnë pse nuk merrni këngëtar, pse nuk merrni këtë këngëtar. E them, nuk duhet të shikojmë se kush është këngëtar, duhet të shikojmë ambientin, energjinë, të mblidhemi për një festë që e kemi një herë në vit dhe që na mbledh bashkë dhe që na bën krenar. Dhe përveç asaj, si vjet do kemi të ftuar edhe autoritete lokale dhe një nga deputetët që është dhe deputeti i lagjes time tashmë e ka konfirmuar që do jenë prezent aty dhe do ketë po ashtu dhe pjesëmarrje të bizneseve. Gjitha kjo pse bëhet, pse organizohet festa, do thosha vetëm për të mbajtur gjallë kulturën, për të na mbajtur ne bashkë me njëri tjetrin dhe mos ta harrojmë njëri tjetrin, sepse njerëzit në fund të fundi ka nevojë të përkasin diçkaje. Dhe kjo diçkaja jon është shqiptarizmi. A është kjo nëpërmjet festës së flamurit, apo është kjo nëpërmjet aktivitetit që bëjmë me fëmijët, me babagjyshin e vitit të ri, në prag të vitit të ri, apo është kjo për festën e grave, apo është kjo për piknikun, apo është kjo kur mblidhemi për te busti Nën Terezës, apo për aktivitete të tjera kulturore, pak rëndësi ka kush e organizon, rëndësi ka që ne të mblidhemi me një energji, të krijojmë një rrjet sa më të ngushtë me njëri tjetrin dhe pse jo të ndihmojmë shoqatën dhe njëri tjetrin po ashtu, sepse aty krijohen lidhje aq të mira bashkëpunimi, networku që këtu në Montreal tashmë mungon. Juve në Toronto e keni pak më të zhvilluar këtë punën e networkut që dhe profesionistët të takohen me njëri tjetrin. Pra, kjo fest është për të gjithë dhe për të gjithë grup moshat. Ishte një kënaqësi e veçantë për mua të bisedoja me ty sot, Julinda, të falenderoj për kohën. Mora vërtet një energji pozitive, edhe fakti që shoqatën e drejton një grua shqiptare, mama e 3 fëmijëve, i jep vlera detyrës tuaj. Suksese dhe të falenderoj. Faleminderit edhe një herë lirë. A mund të bëj dhe një ftesë për në datën 28, se në datën 28 organizohet po ashtu parada e makinave, që është një nga festat që organizohet çdo vit, kur mblidhemi diku në një vend dhe pastaj të gjithë makinat së bashku bëjmë zhurmë në qytetin e Montrealit për me flamurin kombëtar, me flamurin kombëtar dhe të Shqipërisë dhe të Kosovës, që thashtu është një aktivitet që e bëjmë bashkë me shoqatën e Kosovës dhe të shikosh prezencën po aty të rinjve dhe atë krenarin që kanë të bëjnë ato zhurmat me makina, sepse kanë një ditë të tyren që kanë mundësi të bëjnë këtë zhurmë në mes të qytetit. Dhe kjo është një stimul shumë i mirë për shoqatën. Është një karrem i lezetshëm për të tërhequr rinin. Sigurisht, po siç tham pak më përpara, është nuk duhet kthehet në qëllim në vetvete, besoj. Jo, sigurisht duhet jetë vetë qëllim patriotik dhe qëllim që i përkasim diçkaje. Që kjo diçkaja është shqiptarizmi dhe të forcohet me gjitha këto aktivitete, me të gjitha këto organizime të forcohet ajo të përkaturit diku. Ndjenja e përkatësisë. Ndjenja e përkatësisë, pra ne i përkasim gjuhës tonë dhe fëmijët tanë, siç thash pak dhe më përpara, kur nuk të duket sikur nuk e flasin gjuhën, po kur rriten pak e kanë për krenari ta shkruajnë në CV që flasin dhe shqip. Dhe kjo është edhe dëshira jonë që të lexohen sa më shumë CV të tilla, por dhe të ketë sa më shumë shqiptar që të rrinë së bashku, që të inspirojnë njëri tjetrin dhe të krijojnë diçka më të mirë për të ardhmen e fëmijëve tanë.